Tani kalojmë tek receta e dytë. Çfarë është kjo recetë? Kungull apo karotë është ajo? Është kungull vjeshtor. Kungull dimri. Pra, mund të kalohet, do thoni, po të doni ju mund ta bëni dhe me kungull të zakonshëm. Ato jeshilet. Shihen më të mirë e ka që të jetë me kungullin vjeshtor. Është një pite pa petë. Sa mirë. Mielin e ka dhe kur themi tek mielli, po, ja e kemi këtu mielin. Për çdo përdorim. Është për çdo lloj përdorim, mund të keni, ja e shoh që nuk e kam se kam vendosur, edhe mielin e misrit që do më duhet më pak, por si fillim le të punojmë me to çfarë un kam. Me kungullin. Një sekondë un laj duart. Pra kemi grir një kungull të plot, dimri, ngjyrë të verdhë, portokalli, në rende. Kjo është hapi i parë dhe ndryshe nga kungulleshkat, jeshile, kjo nuk lëshon ai shumë lëngë sa ato të tjerat, ato janë më të ujshme. Po, edhe kungujt këto ndryshojnë, sepse ka edhe kungujt nga forma të ndryshme kanë më shumë lëngë. Dhe disa më pak. Ky do nuk shquhej që të kishte lëngë ashtu siç duhej. Do të shtoj masën e kungullit. Patjetër do të shtoj pakës krip që të marrë dhe të largoj lëngjet. Unë i kam larguar paksa sepse ka qëndruar në kulles. Dhe nuk është se më duhet ta kulloj. Shiko, ja, sado që të bëj unë, shumë pak. Ka shumë pak lëngje. Nëse unë do kisha ato kungullin jeshil, normalisht unë i lë lëngjet që të jenë. Ato kanë vlera, kështu që se duhet i largojmë, se duhet i hedhim. Ja do shtojmë një lugë më shumë miell edhe duhet i mbajmë aty. Sërisht, laj pak duart. Do të kemi të tjerë përbërës, pra përveç se kungullit, vajit, djathit, miellit verdh ose miellit misrit apo duke kombinuar me pak miell gruri, për të përgatitur një pite lakror tip pjekje e tillë do të jetë, një lloj forme e tillë e gatimit, duke u bazuar pikërisht tek hapat e parë. Një përzierje mirë. Do të shtoj një mas zbutja me vaj. Vaj. Pra një gotë. Vaj ulliri, vaj misri, përzierje të dyjave është akoma dhe më mirë, gjë që unë kam përzierjen e të dyjave. Me të njëjtën mas që ne marrim, pra me një gotë, gramaturat duhet jetë, kjo është diku tek 220. Bëj përzierjen e duhur. Do kem pak kujdes te kripa sepse do shtohet masa e djathit. Kam masën e qumshtit. Ja se e kemi këtu me të njëjtën gotë. Po. Pra një mas me yndyrë, një mas me qumësht. Këtu kemi mielin. Do të shtoj gjysmën e masës së djathit. Gjysmën. Paketimin me miell, që ta shikosh sa të duhet afërsisht. Përzien është një copës më e madhe aty djathi. Gjitha kalon këtu, nuk është problem. Ky lloj kungulli na ofron receta edhe të kripura, edhe të ëmbla. Pra normalisht edhe në receta të ëmbla. Unë vetë kam për të gjithë masën e kungullit. Gjë që më duhet mas më tepër qumësht. Do thoni ju masa që më tepron. Shumë mirë e kaloj në qoftë, nuk është se shtoj. Pra mund të themi që këtë kungull e përdorim në shumë gatime. Edhe në qofte. Në supë, në ëmbëlsirë, në recel. Edhe në ëmbëlsirë thjesht duke e pjekur me mjaltë ara. Edhe është një shije. Duke e grirë dhe duke shtuar, sërish duke kaluar në një tavë, që quhet lakuriçi i shkodranëve. Po. Shkodra ka gatimet e veta, gjë që janë, po.
Këtu ta vendosësh apo e kemi të madhe? Aty, shumë mirë. Aty, sepse sepse nuk duhet të jetë e trash si masë. Unë do të marr pak miell misri. Mos ngjisi, ta luajm mirë me vaj. Dhe një bashkimi të dyja mielrave, miell misri dhe miell gruri për ta lidhur përbërjen dhe duhet patjetër që të trazohet në mënyrë që edhe djathi të shpërndahet në të gjithë masën e kungullit. Ose në të kundërt, ku ne nuk kemi miellin e misrit, që unë e kam se është i gjithë, po më duhet kem o bulgur, një masë të trash, që do t'ja shtrosh poshtë. Bollgur kompleks, si të dëshironi ju, tërshër, si të dëshironi ju, mjafton që kjo pjesë të ketë këtë shtresën e trash që mos ngjisi. Mos jetë drejt për së drejti kungullit tek tepsia. Tani do ta niveloj, po mbas edhe me lugë, mbas edhe me e transferoj, sepse nuk dua që të lëvizi pjesa e poshtme. Prandaj dhe është arsyeja që unë shtoj lug. Duhet të dalë një pjesë krokante, të shkëputet kollaj nga pjesa e poshtme. E shtrojmë pjesë dhe pastaj nivelojmë. Ndërkohë, recetën që po shihni ju dhe në strisha dhe përbërësit që t'i lexoj unë tani, e keni byrek me kungull dhe djath pa petë. Që do të thotë, mund t'a quani pite, mund t'a quani byrek, ne kemi sjell më afër jush për t'a bërë më familjare. Keni kungull të verdh, keni djath të bardh, vaj ulliri, një gotë qumësht, miell po ashtu një gotë, krip, piper i zi dhe opsionale bollgur i imët për pjesën e fundit, siç e ndoqët ose të shër ose musli që të doni ju, dhe për ta vendosur përsëri sipër tavës. Tani, ne vendosëm gjithë masën që përgatitëm me kungullin e grirë, me djathin, me vajin. Do të piqet dhe shtresa poshtë dhe shtresa sipër do të jenë dy petë më vete, dy shtresa më vete, pjesa e brendshme do të jetë më butë. Kështu imagjinoj unë të paktën kur të piqet. Një masë holl, një ngjeshje e mirë me lugë, pra nivelim i duhur, dhe i shtojmë sipër djath. Do t'i vendosim përsëri djath. Okej. Ne edhe nuk përdorëm shumë sasinë e kripës, sepse e mban në mënyrë të tillë edhe djathi. Dhe kjo është e tëra dhe e bëra. Bukur, sërish do ta vendosim në furrë për t'u pjekur, por na duhet paraprakisht t'i lëmë edhe pak kohë jufkave para se të vendosim piten apo byreku me kungull të verdh. Ju besoj e keni të qartë tashmë. Fillimisht e grim në rende, bashkojmë aty vajin dhe djathin, miellin, gjithashtu qumshtin, e punojmë mirë dhe e vendosim e shtrojmë në një tavë ku kemi lyer me vaj. Nëse do doni. Edhe pak ashtu. Përse? Sepse djathi nuk nxihet aq sa mielli nuk e lë, që të nxihet më tepër nga ç'duhet. Po. Sepse në fakt nuk e duam atë djathin e nxirr, duhet të jetë me një ngjyrë të verdh kur e pjekim çdo lloj djathi dhe çdo lloj tave. Pra, kemi sjell 3 receta, i shohim pak në furrë, deri ku e kemi piten. Mirë. Tek pitja nuk harrojmë. E lëmë jufkat. Po, e heqim jufkat. Tek pitja ne nuk harrojmë pra. Në moment fundin dhe e shikoj që nuk është nxirr djathi. Pse nuk është nxirr djathi? Sepse që tani djathi do nxihej. Sepse është masa, normalisht është masa e miellit që unë kam shtuar.
Pra çdo bylmet kërkon pak miell. Nëse unë kërkoj të skuq patlıxhan ose perime të tjera, sikurse edhe mishin, bëj gjithmonë një spërkati, alternimi më i mirë me miell. Çfarë aromë e mirë që vjen. Dale, fola, po. Vjen aromë shumë e mirë te jufkat. Jo, nuk e Për së vërtetës. Një aromë kështu nostalgjie tradite. Kjo po. Jufkat e duhura, mishi gjithashtu, pjekja e duhur, se edhe pjekja ka shumë rëndësia për të marrë këtë ngjyrën e kuqeremt dhe pak të ftohen dhe janë gati për t'i konsumuar. Supa është aty e ftohtë, ndërkohë shpitja për t'u pjekur derisa të marrë pak atë ngjyrën e verdhë djathi dhe jo të nxirë, kemi thënë dhe disa herë këtë pjesë. Ndonjëherë ndoshta mund të ja sillim edhe piten, ndonjëherë ndoshta mund ta realizojmë edhe këtu në studio se si të krijojmë filizat e brokolit, një nga shijet dhe gatimet më të shëndetshme. Ju thash që nuk e zëkoren. Kaq duhet jetë djathit, të mos nxihet dhe të mos marrë ngjyrë të e lënë të mpikset, po, do ta presim. Dhe pjesën e poshtme nuk ngjitet, se ne nuk do kishim vendosur asgjë poshtë. Pra, mund të vendosni miellin e misrit, mielli trashi i misrit është akoma dhe më mirë, po edhe i ballokumes që ne kemi këtu të ola është mos e i duhur dhe keni një orë të mirë për kuzhinën tonë. Besoj se ju kemi ndihmuar sadopak. Në recetat i gjeni në YouTube, kanalin tonë në Rezet Dielli, ndërkohë jemi pas pak. Lumshin duar, jemi nesër bashkë, ju pres në Bima dhe Shëndeti.